Mirë se vini në Trendcast Albania. Ky episod është një përmbledhje e ngjarjeve kryesore dhe lajmet kryesore që kemi pasur në tregjet financiare. Gjithashtu do bëjmë dhe analizën teknikale të tregjeve të aksioneve, stocks, kripto dhe madhrat. Përfshim këtu dhe floririn dhe dollarin. Dollari shumë i rëndësishëm në këto momente. Do flasim dhe pak për bondin 10 vjeçar amerikan që është shumë i rëndësishëm. Fillojmë direkt me ngjarjet kryesore dhe do bëj një farë përmbledhje të gjendjes të tregut lidhur me lajmet e ngjarjet kryesore të kësaj javë. Këtu ke një artikull që shpjegon që tregu është rritur, tregu global në përgjithësi është rritur, tregu amerikan sidomos është rritur gati 4% është rritur Nasdaqu, 2% sa është rritur S&P 500. Kjo tregon një farë optimizmi nga tregtarët për një ulje të normat e interesit nëntëdhjetor që filloi që në fillim të javës. Patëm le të themi një mini rally që ka filluar, një rritje të vogël, ka thyer dhe strukturat e duhura që do të mbulojmë te ana teknikale të episodit ton sot. Edhe në përgjithësi ka pak më shumë pozitivitet në treg mbas kësaj ose dipi që kemi pasur, uljes të tregut që kemi pasur në tetor dhe në fillim të nëntorit, dhe jemi tani duke vendosur një anim serioz. A do mbaj kjo thyrje për lart? Do vazhdojmë më lart? Por kjo është situata e tregut dhe në përgjithësi sentimenti është pak më pozitiv në anën makro, që do ulen normat e interesit dhe që do ketë të themi çlirim tregu për asetet më të rrezikshme. Kemi parë një diçka që mendoj që është shumë e vlerë. Kemi parë rritje të inflows dhe outflows, por do të flasim më shumë këtu për outflows. Në një nga këto raportet e Global Flow Report që bëhet, sa kapital hyn edhe del, kam parë që në tregun e aksioneve kemi parë më shumë outflow në tregun amerikan, diku te 4.48 bilion për që ka thyer le të themi një rritje 9 javë rresht te inflows. Në njëjtën kohë kemi parë dhe lëvizjet e kapitalit të asete më të sigurta që mbahen si safe haven. Kemi parë dhe lëvizje nga asetet me më pak rrezik, te bondet për shkak ka pasur rritje, kemi parë lëvizje te tregu imobiliar, kemi parë lëvizje mrena tregut të siguracioneve, këto janë tregje që përfundojnë mirë. Gjithashtu kemi parë dhe rritje të tregut të metaleve të çmura me floririn dhe argjendin që kanë pasur rritje shumë të mira këto 5-6 ditë të fundit që nga premtja e kaluar, dhe po shikojmë le të themi një qarkullim outflow nga dalje kapitale nga aksionet amerikane te këto tregje. Një gjë tjetër që kam vënë re është që po shikojmë rritje te tregjet globale. Ky artikull ka mbuluar këtu për tregun anglez. Kemi mbuluar dhe një gjë këtu tjetër që flet për flows. Ideja është që kemi parë outflows. Tani për tregun global kemi disa mundësi, sepse po shikojmë që tregjet globale po shikojnë një rritje të inflows, kapitali që po hyn aty. Flasim këtu tregun anglez, japonez, ose aziatik në përgjithësi, edhe europian. Tregon shenja që diversifikimi po bëhet tani në anën gjeografike, jo në anën e sektorëve. Filloi me sektorët duke u pozicionuar fondet dhe flows te health tech, te teknologjia të shëndetësisë dhe të siguracionet dhe të produktet konsumatore në Amerikë, dhe pastaj ka lëvizur te sektorët e tjera si metalet e çmura që i shpjegova, bondit 10 vjeçar, dhe
po fillon tani që të diversifikohet pak të tregjet globale, që mendoj që është një mundësi shumë e mirë që të shikojmë si do ecin tregjet si Gjermania, Anglia, Franca dhe tregjet aziatike si Japonia dhe Korea. Korea ka ecur shumë mirë, Japonia ka ecur shumë mirë këto do toja 6 muaj të fundit, dhe jemi në situatë që mund të lëvizi kapitali më shumë aty. Kemi parë pak volatilitet më shumë nga situata që ndodhi me një problem të CME Group, që pati një glitch në futures dhe options, patëm pak volatilitet aty nga ajo ngjarje, por në përgjithësi nuk është që shikojmë ndonjë gjë që duhet të friksohemi shumë. Sektori teknologjik dhe AI, që ka qenë shkaku i një bull run që kemi pasur në tregjet globale në përgjithësi, tregon pak më shumë ngadalësi se sa sektorët e tjera, i bin që vetëm disa aksione kanë hecur në këtë val rritje të ky sektor i AIs dhe teknologjisë. Kemi parë që Nvidia nuk ka pasur rritje, por Intel i ka pasur. Kemi parë që shumë kompanitë të tjera që ishin lider nuk janë në rritje për momentin. Tregon që ndoshta nuk është akoma një val serioze i trend të qartë, ndoshta, dhe frika këtu është vlerësimi të këto kompanive, vlera reale e Nvidias, vlera reale e Palantirit, vlera reale e këtyre kompanive, a është e barabartë me vlerën e aksionit që shitet me çmimin aktual. Dhe është bërë një farë mos balancim dhe frika ka hyrë në treg për këtë arsye. Rritja lidhet më shumë me optimizmin e ulëve të numrave të interesit, një çlirim kapitali dhe rritje të kapital të lirë, dhe do të shikojmë tani me kujdes për sektorin e AI-s dhe teknologjisë, që si do performojnë raportimet e të ardhurave të këtyre kompanive në muajt në vazhdim. Dhe do ketë një le të themi rritje të vazhdueshme, dhe do ketë probleme me ndërtimin e infrastrukturës të AI-s. Këto janë gjëra që duhet të shikojmë me detaje dhe mund të shkaktojnë një black swan event, një shitje të papritur, po që del një lajm negativ që nuk e kemi parashikuar ne si tregtar. Një përmbledhje tani për gjithë këto ngjarje dhe gjëra që diskutova, do të thojë që është rregulluar pak situata e tregut dhe është bërë më shumë rrezik po merret sipër, por në një mënyrë të seleksionuar, dhe prandaj ju them gjithmonë që është një treg që për stock pickers, për një person që di të seleksionojë çfarë aksionesh po ecin më mirë dhe kanë fuqi relative. Një gjë kryesore që unë shikoj është fuqia relative në çdo aset, krahasim me tregun e përgjithshëm, dhe po shikojmë këto outflows dhe inflows në sektor të ndryshëm dhe në lëvizje gjeografike si një farë mbrojtje. Rotacionet janë normal, e vetme gjë që do të thojë është që po traktoni rotacionin, do të keni frikë nga vrulli, po që ngadalësohet vrulli dhe rotacioni bëhet po prapë te sektori teknologjik, do të jeni gati që të dilni dhe mos mbani shpresën që këto rotacione në asete më të mbrojtura, safe havens, metalet e çmura do vazhdojnë në këto ritme, dhe do të menaxhoni situatën. Kemi javën tjetër PCE data që do dali dhe do na ndihmoj për të qartësuar a do kemi ulje normale të interesit në datën 10 dhjetor. Edhe është një moment shumë i rëndësishëm për tregun. Data 5 dhjetor me këtë PCE data që do dali, pastaj kemi datën 10 për normale të interesit që do vendosen. Po deri atëherë besoj që ka marrë ndonjë farë vendimi tregu dhe ka vendosur çfarë setësh mund të ecin me lajmet pozitive. Fillojmë herë me analizën e tregjeve
kriptos me Bitcoin dhe Ethereum. Kripton kemi parë një rritje momentale, një rritje që mund na sjell prapë në këtë mesatare ndoshta te kjo zona 98, 101, 96, ato zona, kjo zonë është shumë delikate dhe mund të kemi një rritje deri këtu. Në Telegram unë kam folur për zonën 88.2 që ishte kjo zona këtu. Në një moment që do thynte atë zonë, unë thash që do shkonte te 93-shi, 93.5 kam thënë unë ka shku deri te 93 e 92. Kështu që për $400 nuk kam qenë 100% i sakt. Por e kam në këtë momentin perfekt dhe ja ndava grupit falës të Telegramit, po gjithashtu dhe Discord e ka ditur me shumë para kohe se si do manevronte dhe zona që do ndërtohet struktura e tregut. Tani jemi në një zonë që po fillon që të marrë pak vendim. Kemi shortin që mund vazhdoj deri këtu te 96, 95. Kemi edhe long që mund vazhdoj deri te 98. Është një situatë që për mendimin tim është 50-50. Unë e dija ose ndihet logjika tregu që mbas një devijim shumë të madh nga mesatarja do shkoj prapë te mesatarja, po shkon te mesatarja dhe unë mendoj që mesatarja është diku këtu, te kjo zona 101 deri te 193. Mendoj pa u vendos këto zona tani nuk merr anim tregu, pa bërë strukturat e duhura nuk merr anim tregu. Unë dua animin serioz. Mund të trajtojmë disa lëvizje të afat shkurtër, si kjo 88 deri te zona 93 ose 96. Pastaj mund të trajtojmë 96 deri te 86 apo për shembull. Por animi serioz do bëhet mbas një ristrukturim të asetit dhe ja ku jemi tani me një strukturim që po bëhet dhe po vendoset që a do shkoj deri këtu te 98 ose do rri te ky pozicion, do vi prap poshtë te 86 dhe të ndërtoj strukturën. Do presim, do lëm tregun të vendosë. Unë si një swing trader afat mesëm, tregtar afat mesëm nuk më interesojnë shumë këto lëvizjet afat shkurtër, pres ristrukturimin e tregut, konsolidimin, blerjen e position trader, tregtarëve afat gjatë dhe pastaj të marrë animin serioz dhe atë gjë do pres edhe në këtë situatë këtu për të kapur animin më të mirë dhe për të pasur një lëvizje diku te 1.5. Ethereum po njëjta gjë, një rritje për lart. Kuptoj që po unë them që do rritet Bitcoini, do rritet dhe Ethereum, zakonisht rriten të gjitha bashkë. Kemi parë thyrën e zonës këtu 2.96 që ishte momenti që unë fola edhe për Bitcoinin të 88, parafësisht e zona dhe shkoj kjo deri te 3.1, mund shkoj deri te 3.2, 3.3 varet sa euforik ka lëvizja për lart përpara se bën një lëvizje për poshtë. Unë gjithmonë kam menduar që kjo do bënte një farë konsolidimi këtu. Prap edhe kjo lëvizja më intereson më shumë që lidhet parafërsisht me datën 5 deri datën 10 dhjetor për një lëvizje për më lart që lidhet edhe me ngjarjet që mund vinë atëherë që është PCI data dhe normat e interesit që do vendosen nga Banka Qendrore Amerikane. Kjo është situata e kriptos, nuk ka ndryshuar shumë nga java e kaluar, thjesht që ka ardhur te zonat, analizat e mia nuk kanë ndryshuar shumë nga analizat që kam darë te kanali im personal dhe ja ku jemi. Tani do mbulojmë tregun e aksioneve, do fillojmë me S&P 500, Nasdaq, Russell, VIX, që unë shikoj gjithmonë, edhe do mbulojmë gjendjen e tregut. Do të ndaj edhe këtu ca ide që unë kam trajtuar gjatë javës, që kam darë edhe te Discordi. Patëm një bull flag që u ndërtuar, u strukturuar këtu, i supporti kjo zona historike që ka qenë historikisht support, por dhe rezistencë, zonë e dendur për blerje dhe shitje dhe për të marrë anim, ja ku keni, dhe pastaj ka gjetur supportin dhe ka vazhduar për lart. Këtë javë ka vazhduar tregu për lart, ka qenë një treg me rritje për ato arsye që përmenda në fillim të podcastit.
ka thyer dhe zonën e 6.7 që ishte 6.8 që ishte shumë e rëndësishme për tregun dhe po duket se do vazhdoj deri tek 7.000 ose një rritestim për all time highs dhe pastaj ndoshta ndonjë shitje dhe volatilitet përpara se të fillojë një nivel për lart serioze. Shpërtu parë situata, unë duke qenë që kam parë situatën që ka gjetur bounce dhe ka filluar valën për lart, jam pozicionuar te disa aksione, do ta mbuloj këtë pak më vonë. Nasdaqu ka treguar pak më shumë fuqi dhe rritje, është rritur diku te 4% këtë javë. Unë mendoj që ndoshta të bëhet një ndim më të thellë, tani ka shkuar këtu, ndryshon pak analiza që mund të bëhet diçka e tillë. Është për të parë, prap më pëlqen kjo zona e 23.4, 23.5, më pëlqen te S&P 500 zona e 6.7, 6.3 që mund të vi të festoj këtu, po tani me thyrjen e kësaj strukture mendoj që mund vi prap te zona mezi, diçka ose te kjo zona e ritestimit, diçka e tillë kështu. Ose diçka kështu. Këtu te një nga këto zonat do vendoset tregu. Russell 2000 rritjet mirë, kemi rritje më të lartë te kjo, por mu po më duket se do të bëj ndonjë short paktën te një ritestim këtu. Më duket okay, tregu po duket në një rikuperim, një pozitivitet, sepse mendoj që do ulen normat e interesit dhe po vazhdon kështu. Po vazhdoj kështu, do jem shumë i kënaqur sepse jam pozicionuar në treg. Nuk është që kam problem nga mos pozicionimi ose fakti që nuk jam ndoshta s'kam tregtuar Russell 2000 se S&P 500 kam tregtuar aksione individuale. Ka pasur një ulje në 17 deri te 15 pikë ca. Kjo është një shenjë pozitive për tregun dhe po vazhdoj kështu deri te 14-ta, deri te 13-ta kemi atë lëvizjen deri te all time highs te këto indekse. Për aksionet individuale që unë kam seleksionuar, ju them gjithmonë që duhet të seleksioni mirë, dhe shikoni kontrastin midis Intel që unë kam investuar te njëjti sektor si Nvidia dhe fakti që nuk kam hyrë te Nvidia. Intel ka pasur një lëvizje shumë të mirë, 1.2 jemi tani për momentin, po shikoj që të kapi ndonjë lëvizje për më lart. Kam uluar te kanali im personal performancën time javën e kaluar dhe mund të shikoni aty, është në gjuhën anglisht, por nuk mund të bëj video të njëjta në të dy gjuhë. Dhe kam uluar analizën e performancës time dhe pse kam bler Intelin dhe disa aksionet e tjera. Metalet e çmuara kam bler WPM dhe ka pasur një rritje të mirë. Metalet e çmuara këtu mund vazhdoj edhe më lart. Shpresojmë që të bëj një all time high dhe kjo, si ka bër silver, si po tenton të bëj floriri tani. Dhe të shtym ndoshta deri te 128 do ishte perfekte për një profit serioz. Kam bler edhe ca të tjera, pak plus, shumica janë plus, kam duket e PTRN që më hangu stop lossin, gjëra normale, mrena normave, do mbasesh në disa raste. Por të tjerat janë gjithë plus. Tani do flasim për dollarin, për floririn, për metalet e çmuara, të madhet kryesor, do që jetë pak më interesant këtë javë ky segment sepse do mullohet dhe floriri dhe silver dhe pastaj edhe bondet 10 vjeçare që janë shumë të rëndësishëm për tregun dhe për animin e investitorëve. Dollari është afër një thyrje strukture, një thyrje të trendit për lart. Kemi këtë trendi që ka vazhduar për lart disa muaj, se kemi që në datën 21 që ka filluar trendi që datën 19 shtator, kemi 2 muaj, rezistencë këtu për herë të tretë dhe shkoj për poshtë, tani ja do shkoj te zona 98, po shkoj këtu, kemi risk on, kemi lëvizje të
të dollarit të asete me rritje më të lartë dhe mund të vazhdoj për më lart. Po që vazhdon të mbaj këtu, mund bëhet një farë shtrëngimi dhe prap kemi mundësi për këtë ulje, ose do kemi rritje deri te 100, 101 dhe ulje të S&P-ja dhe të kripto. Të shikojmë me kujdes situatën dhe rotacionet. Por është një moment kyç kjo prap. Çdo dy javë, çdo një javë bëhet një moment kyç që unë kam rrethuar këtu për të marrë vendimin, që të thuhet apo jo, kjo zonë. Kemi floririn në rritje. Ne kemi kapur te 4070, kam tërtuar unë të ke zona këtu dhe ka mundësi që të vazhdoj për më lart deri te 4344. Këtë është zona që unë shikoj këtu ose all time highs me çmim më lart historik. Duhet okay, nuk shikoj ndonjë dobësi, duhet të shikoj me kujdes si do hapet java tjetër. Silver vazhdon rritjen dhe këte kanë kapur çunat të Discordi, antarët me pagesë te kjo zona këtu dhe janë goxha profit me një orë shumë të mirë, duhet e 1.4-1.5 te kjo swing për lart, jemi tani te all time highs dhe vazhdon të ketë rritje. Arsyet besoj që të gjithë e dinë, unë kam darë te Telegrami dhe shpresoj që të jeni të informuar për arsyet pse argjendi po rrit më shumë se sa floriri. Po që merrni me këtë punë, merrni me tregtim, doni të dini për ose doni të jeni të informuar, do të keni ditur arsyeën pse argjendi është më i mirë se sa floriri, po që se dini, keni te Telegrami, kam darë aty, keni te Discordi im. Kemi bondin 10 vjeçar që pati një dip dhe gjatë kësaj dipi është krijuar një inverted head and shoulders dhe është pak e rrezikshme. Tregu tani mund të jetë në një situatë që ne mund të kemi një rritje të bondeve prap dhe një ulje të tregut. Do ta monitorojmë situatën sepse thash tani ka çdo 2 javë ka filluar që të bëhen këto momente kyç të dollarit, te bondi 10 vjeçar dhe te S&P-ja dhe po bën rotacionet. Jemi tani prap në një moment kyç. Si do reagoj këtu? Po shkoj pak më thellë, tregu vazhdon te all time highs, te S&P-ja, te Nasdaq-u dhe te floriri, por jo te kripto. Kuptohet, kripto është aq i shkatrum si strukturë për momentin që do kohë të rindërtohet. Kemi tregjet e tjera globale, nuk do t'i muloj këtu se bëj shumë i gjatë video, por janë do mulohen gjatë javës te kanali im personal. Ja vlen që të bëni subscribe aty dhe të shikoni videot ditore që unë bëj me analiza teknikale dhe fundamentale me ide falas që jap aty. Kemi gazin natural për arsye sezonaliteti që vazhdon të rritet dhe ka qenë një tregtim perfekt që unë kam përmendur që në shtator. Aktualisht që në gusht ka filluar të përmend që mund të ketë një rritje sezonale dhe ja ku jemi. Kemi një rritje që nga fillimi i shtatorit që ka vazhduar për lart dhe një rritje nga $3 deri te $4.80. Ja zakonisht e mirë se rritje diku te 67% besoj. Se dhe mund nga bëjmë matematikën e shpejt 60%. Haqesh. Metalet e tjera të çmura kanë pasur rritje, ka qenë mundësi e mirë për t'i tregtuar. Gjithë metalet e çmura për ato arsye që ju thash, rotacionet e metaleve të çmura dhe si industri, që ju thash në fillim të podcastit. Pastaj kemi pasur dhe commodities madhe të tjerë si kakao, një rritje të mirë, kafja, ke pasur misrin në rritje, edhe të tjerë me radhë, nuk po i muloj shumë këtu, po kakao ka pasur një rritje të mirë dhe mund të ketë rritje më të mirë afatgjate këtu ose një farë rezistencë për ta poshtë, po duket mirë struktura. Unë mendoj që kaq mjafton për podcastin sot, shpresoj që të ke qenë informues, po që keni pëlqyer podcastin, na bëni like, na komentoni më poshtë, po që më keni ndonjë mendim për tregun
Ndoshta nuk jeni dakord me mua, nuk mendoni një gjëra, shkruani në një koment, gjithmonë jam interesuar të di se çfarë mendoni. Na bëni dhe subscribe, na ndihmoni me algoritmin, na ndihmoni që të rritet kanali dhe të bëjmë content të tjera, të bëjmë video të tjera, po mundohemi të ndërtojmë kanalin në mënyrë organike, pa investuar kapital në marketing. Është bërë çdo gjë në mënyrë organike, 1600 subscriber në mënyrë organike, sepse informacionet që ne japin vlen dhe janë të sakta. Gjithashtu më ndiqni mua në media sociale private apo personale, Instagram, TikTok dhe YouTube-in tim personal, ku unë ndaj analiza çdo ditë në gjuhën anglisht. Dhe po që keni dëshirë që të bëni pjesë e grupit tonë në Telegram, që është me 1300 anëtar, mund të klikoni linkun më poshtë videos, të përshkrimi videos, dhe të hyni dhe të ai grup. Gjithashtu keni dhe mundësi të hyni te Discordi me pagesë, të merrni më shumë informacione gjatë javës, të jeni informuar. Është vetëm 15 pound në muaj, thjesht një kafe në javë, dhe mësoni diçka dhe avanconi në këtë industri shumë të vështirë që vetëm 5% ndalin fitiprovës dhe mundin të rregull. Mirupafshim.